është ditë protest kombëtare, e cila do t'jetë paka shumë po thuaj vendimtare për goditjen e këtij regjimi. Ndërkohë, është diskutuar edhe për aktivitetet tjera antiqeveritare, antinarkoshtet, të cilat do të shqyrtohen dhe do vendosen në kohën e duhur. Të tipit? Mund na i shpjegoni pak më qartë? Opozita ka vetëm protestat të llojeve nga më të ndryshme. Pra, mesazhi ynë për narkoshtetin është ik 1 minutë më parë. Zemrimi popullor është i jashtëzakonshëm, i papërmbajtur. Dhe ne jemi të vendosur të shkojmë gjërë në fund largimin e kësaj organizate kriminale, që siç e pat ju dhe nga intervista e fundit e Arben Ahmetaj, që në 5 dosje nxori rreth 12 miliard euro të amnistuar të vjedha nga qeveritarët, nga Edi Rama dhe anturazhi i tij, dhe të amnistuara nga skapi i partisë. Zotë Berisha, keni ju një thirrje ndaj protestuesve dhe në një formë ose në një tjetër? Pritet që 24 janarit i ngjajnë si 1 janarit? 21 janari është vepër e Edi Ramës, e burracakut dhe frigacakut. Edi Ramës. Sali Berisha nuk merr pushtet me dhunë. E ka deklaruar këtë me datën 12 dhjetor të vitit 1990. Konsekuent në këtë linjë aje ka provuar. Natyrisht Edi Rama po shkon drejt grahmave të fundit. Edi Rama është i pashpresë dhe zemrimi popullor do të bjerë mbi të. Zoti Berisha, pse nuk po arrin të gjitha partitë opozitare që të zgjidhen në një protestë të vetme? Po të shohim të gjitha partitë opozitare denoncojnë dosjen Balluku, dosjen Akshi, por nuk po arrin që të kenë së bashku në një protestë. Tani të marrim kështu po. Dje ishte një forum, të themi një takim i gjerë, shumë i gjerë, i të gjitha forcave politike, personaliteteve të botës akademike, shoqërisë civile dhe mediave, personalitete me reputacion, të cilët janë të gatshëm ose janë të vendosur në betejën kundër të keqes që quhet Rilindja apo Edi Rama. Pra, ajo që pat ju dje, aty u mblodhen të gjitha ata të cilët janë të vendosur të luftojnë të keqen që quhet Edi Rama. Prit një minutë. Mungoj Zoti Latraj, i cili të cilin unë e kam përgëzuar dhe e përgëzoj për protesten e tij të vazhdueshme para Këshillit të Ministrave. Për të tjerët, në qoftë se janë të vendosur ose duan të luftojnë të keqen Rama, vendi e kanë të hapur. Pastaj vendimet i marrin vetë. Zoti Berisha, do t'i vendosni ndonjë kuotë deputetëve ose njerëzve që kanë poste në Partinë Demokratike për të sjellë njerëz në protestë apo njerëzit siç e pat ju u mbush Tirana me njerëzit. Njerëzit i sjell këtu revolta e brendshme shpirtore, urrejtja e pakufishme që kanë për Lubi Ballukun, Edi Ramën, lindat e tij, familje, kompletisht. Siç është rasti, nuk ka më pak ajo, si quhet, Cecilia Maduros,
Se cila që është ajo? Po, më pak, nuk është më pak, edhe linde e Surrërit, aty afër është, sepse ajo fut dur në tendra, në gjëra, kështu kam tha, po jo. Zoti Berisha, keni një skenar për protestën e 24 janarit, apo është ende herët dhe takimet e mëtejshme do të përcaktojnë edhe se si do të zhvillohet kjo protestë? Pra, do të kemi qëndrim të qytetarëve në shesh? Nuk do të gjeni kur një njeri transparent si ju. Në komunitet, jo, gjeni ju, ku i keni, ku janë të tjerë? Pra, unë çdo ditë u them ju, atë që kam normal të bëj, e ndonjëherë edhe gjëra që janë projekte, kështu që, ose që do bëhen. Pra, në moment unë do informoj ju për të gjitha gjërat. Çfarë do të kërkohet më 24 janar, zoti Berisha? Dorëheqja, vetëm dorëheqja, kjo është gjithë puna. Shqipëria nuk do ma t'i shoh me sytë e këta njerëz, nuk do ka fituar rrejtet madhe. Do largimin e tyre, shqiptarë do largimin e tyre. Shqipë shto, s'kan janë verbu, janë